Është shtuar sipërfaqja e përmbytur në zonën e Obotit. Në njoftim bëhet me dijesin në Bashkinë Shkodër është konstatuar rënje pruje të lumit drin, ndërsa në rrugën e Obotit vjen të ketë prezencë uji. Është shtuar sipërfaqja toka me prezencë uji, por pa problematika tjetër raportuara deri në këtë momente. Një nga banorët e Obotit ja jell fajin sharkimin nga hidrocentralet për situatën. Po fajt ky sori ka zotni të mëdha. Shkarkimet, a? S'ka nuk ka freshak se me dy a kem buna tok. I do tani. Tash ka freshak 3 ditë. E ata një mas të mojt ujnë prap. Ata ka faj kryesisht. Ndash ta marrë për sipër për mos ta marrin. Po këto do të marrë ata spakut. Ata më kanë bërë kanë burra ata, marrë të ato. E me bë verifikimin, edhe me shikimin ligjin e digau. Se nuk ka ujë sot, e sot me plas aziloj zotit. Sa na drejtë u, me ta tokë drejtë se. Pra mos e po shkarkimi ju s'përmyteni. Jash, ka kemi të trajnë kontrolu me ta. Po ja me lëshu, kur të shkojt dhe në fëtë atë do. I sa di vitë është që ju përmbyteni? Pasi në të shkata jesë, nuk e ka pasë lezore. Që 2010 që ka pasë atë modhen. Ta shtadi që më thamë, në me përnu, dhe të thojmë me këtë tokë. Një apel drejtu instancave shtetënore. Vetër bo me kërë spaku, për e të spaku dhe me i pasë to. Edhe me kërku ligjin e digau. Për anën e malit. Pse keni besim vetëm të spaku, nuk keni besim të instancat tjera, të bashkia, të Të cilë bashkim? Të bashkim në ka pas. Na dojnë ligjin e digau. Me na prujtu se ka pas partia punës. Për anën e malit, nuk për tas për e botit. A këtë anë e malit, se më anë e malit i të gjitho me fushë me tana. Si rezultati i rreshtë me disetet të ulët, në Bashkinë Vojvodis nuk raportohen aktualisht problematika të emergjenca civile. Në rast se eventuar merret për banesë në prezencë uji, nisur procedurë për përgatitjen e dokumentacionit për dhënien e mbështetjes. Bashkia ka ofruar ndihmë emergjente për çdo familje të prekur apo të rrethuar nga uji. Situata në Bashkinë Malësi e Madhe paraqitet të qetë, me rreshtë të pakta shiu dhe rreshtë të borë në zonë malore të njësisë administrative Kelmend pa problematika. Megjithatë në fshatin Vukpallaj, rruga aksesit është bllokuar nga uji në disa ura hyrëse në fshat me nivel mbi 3 metër, ndërsa pjesa tjetër e zonës mbetet aksesueshme. Në Bashkinë Puk nuk raportohen probleme të emergjenca civile, rreshtet kanë pushuar dhe temperaturat janë të ulta. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Lezhë, rreshtet e regjistruar kanë qenë 25 mm gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa nivelet e ujit në pikat monitoruese mbeten nën kuotat kritike. Hidrovojt vijojnë funksionimin në kapacitet të plotë dhe argjenaturat nuk paraqisin problematika.